shërbimet ne po i bëjmë europiane, kjo nuk diskutohet. Edhe këtë ligj ne po i bëjmë pikërisht për t'i thjeshtësuar dhe për t'i bërë sa më europiane këto shërbime, siç janë shërbimet njërë bujqësi. Aq i shpesh atje sa themi dale njërë kush jeti që shikojmë që nga koka që po vjen ai, e se shtuesh në kafe. Sa aplikon do të për naftë. Si ka mundësi e buridheut që aplikojnë gjithë për të marrë kur kishte kohë për të marrë lekët e naftës dhe shërbeshin vetëm ata Partisë Socialiste. Pastaj çfarë do ngelte në pikë, në litër naftë do të shërbeshin dhe tjerë. Pa ne shërbehemi, po si shërbehemi? A quhet shërbim që të përmytesh dhe mos marrësh asgjë? A quhet shërbim kur ne bërtasim orë ka rënë 90% të mbjellat me grur në fushat e myzeqes? Këto sistemet, a punojnë këta va vën alert të shërbimet? Po si shërben që po patet 2 lop nuk merë, tani e kanë ullë, e kanë bërë nga 10 lop, e kanë bërë 5 lop. Pa që ka 2, 3, 4, pse nuk marë ka? Që ndryshimi ka nga që ka 5? A ky s'du të haj buk, a ky nuk shpenzon për këtë lop që ka? Shërbim pra, a i vini në shërbim këtyre njerëzve? Mbashtrimin e derrave, thot Ministria e Bujqësisë, 5 derra, po nuk bate 5 derra nuk me le. Dhe po kalojmë në kushtet e qesharakës, ju po talin me këtë miljet. Ngrica bëri namin, dhe ju e dini mirë se që dhe erdhët pat Ministër Mbrojtje, Ministër Bujqësie, doj merrni, nuk diskutohet, qetësoni, se erdhi shërbimi, do t'ja sjellim lekët shtëpi o pingat. Dini gjë ju ande, unë nga myzeqes kam gjur njëri që të marri. S'morën pra s'morën. Dhe pritëm dhe vaj domate 5.000 lekë. Shërbim. Ta shi ullë, më falë, po, lash. Vjen me 500 e baj me 5.000. Dhe më thënë, dhe këto kush arriti që të haj myzeqia domate 5.000 lekë, dhe më thënë, kjo është drama me madhe që mundohi me bujqësinë. Ka që? Apo me specën që u tha gjitha nga ngritë. I shërbeu në njeri këtyre? Se temi shërbime. Askush. Si që u shërben mjekësi, pra se këto do të gjitha do lidhe me sistemet, me mrokla që vinë vërdal. Bët aplikosh, rëks punon sistemi, hape i thu që doktorit, shiko, mos e bëbë prerje barku, ti thot aji, se ati është plotësur numri, nuk prejtë sistemi. Po bëbë i tjetër, thu që më dhëmë krahërori se hapë sistemi vetë për atë, po shpejt zito. Rëk sistem, del përgjigja, takojmë në gusht. Ky sistemi, to ofrimet e shërbimeve. Ne themi i Albania, kishte javë, një miku im do të të merë që ka vdekje për familjar, o pingat vide vërdal, s'punonde, më rokla. Vino të do e foli lafëre, se nuk del as gjatje, as nuk po e shtypim. A e vje vërdal, viu sistemi. Sistemi. Ku është sistemi, pra? Certifikata, si do dalin? Ku dalin të certifikata nga ky sistemi? Këto gjëra civile. Po mi me kaq shumë i thjeshton ju këto sistemet, sa vjen ata pleqtë e shkret, në vend se më para të shkohen të ta merrte certifikate gjëra civile, paguajte 500 që ekri, se bën 500 me 1000 lekë. Të paguajë 10.000 lekë për të shkuar të ato bizneset private që kanë ofrojnë të shërbim për qytetarët, pra ofrojnë një shërbim falas, por do paguash lekë më shumë se sa jepi 500 lekë dikur. Si ka mundësi këto? I ka parë njëri këto vërdal në për qytete? Se ata pleqët, jo vetëm nuk e njofin në vend i thoni mili, thoni meri. Sa shë vërtet as kjo, ha? Hajde me mua lushe se ta shikosh, ofron bashkia, për ofron ai të dritë të hia.
Mirë, këtu kërë sportele kare, po s'ka njerës. Sportele mund t'ketë, po s'ka njerës. Si që janë sportelet e policisë për gjobat, që ti brana 15 ditë të pagush gjysëm, a e të delë sistema 17 ditësh, do pagush dhe ka matë vënesën. Së të delë e në sistem. Po kishtë probleme sistemi, që ati bëju në sistemit? A sistemi në hangi akshi, pju me verë. E hangi akshi, e pju dhe me verë 33.000 euro, ku boshushishët e verës i mushe me euro. Ky është sistemi. Sepse një sistem ose një përditësim që bënde 100.000 euro, janë ullën 5 milion euro. Në vend që ti marrin ata shkretët në i kore buk, marrin ata pension, marrin në shpërblim, jo, di duhet që në akshit, se ishte halegji, ishte pas shpi, ishte me qera, ajo rrinte pishin, edhe ne kishim hall, mbledhnim GoFund për t'i bler karçanas, për t'i paguar lek për qeras. A shkreta ajo ore. Ajo jepini popull, se për ju po munona. Doli 1, 2, 3 shtëpi, 4, verë 3 gjatë vogla burr. Një gëllën 1.000 euro. Një gëllën 1.000 euro. Në jahtë, se është problem fare, për shërbim për popullin, edhe jahti. Se pa tjetër ata lodheshin shumë. Pastaj dorëzorët e ligjit me propozuat. Pse ta kthem private? Si jo Van Bregu se deshet magazinjeri Van Bregu e bën krushk. Pa mos e tenderojmë, pse ta tenderojmë ne vjedhim kështu rrake, krijojmë shoqëri private. Të lodhemi ne dhe edhe prap tendera. E të vend marrim një respekt, i fusim makinë, e të detyrojmë që të tërheqin ofertën. Pse po dallimi ne bëjmë shoqërinë brenda ne? 49% atje dhe e marrim gjithë me verë, me arkë dhe erot mrena. Po që do të thot kryeministri shqiptarëve tani që na ishte pa shtëpi, që e mburti që s'kishte marrë asnjë, që është sinqert, që sistemet i kishte korrugulluar. Kështu që të gjithë këto sistemet, këto iranianët e Akshit, se ishin iranianët e Akshit këta, se si ishin iranianët e Akshit, me gjithë atë që kontrollon dhënat tona personale, janë bërë si çarapet grisre, kështu fare që rrin diell ato ashtu, se ka djeg dielli. Ashtu janë dhënat tona dhe gjithë secili prej nesh. Kështu që shërbimet që ju ofroni njerëzve sot, ka vetëm një përgjigje, nuk ka sistem. Kudo që të vesh më para i gjej një sebeb, sot ka vetëm një shprehje me buzëqeshje, nuk ka sistem. Atëherë si me shërby? Si me shërby këtyre njerëzve? Se dhe ministja që e dinte që nuk monde as ilaç, si ka para ato sistemet, se atje lushe thonë, mungojnë 13 medikamente, po nuk është hedhë tenderi, që të bëju? Tender për vigona. Hajde mik, hajde. Shnet dhe fjallë e vërtet. Sepse po t'i japu në listën e medikamenteve atje, do të shikoni jo që jo mungon, po s'ka asgjë fare. Se me të hangë qend që ka lëshu këshu në për qytetet, nuk ka tetanoz, tërbohesh. S'ka pra sisteme nuk ka. Dhe nuk i shërbehet qytetarit më për asisen. Kjo është e vërteta e hidhur, që qytetari nuk e di është lënë në kushtet më mizerabël, bujësia në kushtet më mizerabël. Sa mira njerëz kemi ne, ju do një me shkatru. 3 hektar, thot ai, kismet Ministria Bujësisë, t'japi ty në lekë. Jo, 10% do të rimbursojmë në ty, po jo tani. Ti shit një tani, qoj atje, pa kismet nga enari tjetër. Ngrofu njërë në djellë, pastaj masin ngrofesh nga dielli, nga shtatori flasi prap. Po prap do kalosh nëpërmjet sistemit. Sistem gjithandej dhe sistem s'ka skund. I lundë atyre të Akshit, ata në drejtim pa ditur, ju i të kërkoni drejtim pa ditur, vera iku drejtim pa ditur, vetëm jahti ngelin port, me që do bëjnë të portet e reja. Të lozin të paditurit e tjerë, se që ndodhë me paditurin e sistemi tonë. Faleminderit.
Faleminderit. Fjalën e ka zonja Ina Zhupa, nuk ndodhet në sallë, zoti Tritan Sheu. Faleminderit zoti kryetar, kolegë, ne sot vazhdojmë të diskutojmë pa kuptim rreth disa ligje të thjeshta, jo se nuk janë të rëndësishme, ku ngjarje shumë madhore po prekin Shqipërinë dhe kanë prekur Shqipërinë. Ju dini që ka dalë traktati i integrimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, duke bashkuar Malin e Zi me Islandën. Ku është Shqipëria? Shqipëria nuk është Gjekundi. Shqipëria nuk është. Fatkeqësisht Shqipëria nuk është. Shqipëria po ngel në klas në procesin e integrimit, pavarësisht nga trumbetave që disa kolegi fryn këtu në parlament, kurse kryetari i tyre i partisë, kryeministri aktual Rama e parapriu këtë lajme negative dhe këqija për Shqipërinë në atë artikull famkeq që botoi me Vučićin. Ishte një artikull që jo vetëm shtroheshin teori në ndesh me interesat e kombit shqiptar dhe të rajonit, ndesh me procesin e integrimit, por paralajmëroi Shqipëria dhe shqiptarët që procesi i integrimit do ngeli. Sepse kërkoi një status i veçantë i Shqipërisë dhe i Serbisë ndaj Bashkimit Evropian, një status thjesht, sikur të Shqipëria do pranojë sikur Bashkimi Evropian është një klub ekonomik dhe i lëvizjes së lirë. Kur Bashkimi Evropian është bashkimi i vlerave, i parimeve, i principeve, i lirive, pa cilat nuk ka ekonomi të fortë të zhvilluar, nuk ka ekonomi tregu për të gjithë, nuk ka prosperitet, nuk ka as liri. Pra, ai artikull famkeq ishte një sinjal i qartë jo vetëm i dëshirave të kësaj rilindje për të penguar, për të bllokuar procesin e integrimit, po dhe një paralajmërim që procesi i integrimit tashmë është bllokuar. Padyshim këtu shtohen të gjitha elementet e tjera që ndodhen te parlamenti që nga votimi për të mos hequr imunitetin e zëvendës kryeministres, të gjitha veprimet e tjera që lidhen me shpërndarjen galopante të korrupsionit, me mungesën e luftës kundër krimit, apo mirë themi me dominimin e institucioneve nga krimi, të cilat janë bërë shkak që sot Mali i Zi të vazhdojë përpara me Islandën, dhe është e sigurt Mali i Zi do kalojë, sepse me Islandën është e sigurt krejtësisht në standardet, dhe Shqipëria ngel mbrapa. Është sinqerisht një situatë mjaft e vështirë për Shqipërinë. Është një rivendosje e Shqipërisë u të kryq të ri për rrugën e saj të nesërme. Është një aleancë e autokratëve kundër Shqipërisë. Rama, Vučić dhe të tjerë. Të vendosësh e thuash që Shqipëria barazohet me Serbinë në procesin e integrimit është një krim. Serbia ka fituar akoma nga lindja, ka çengela titulla me Rusin, Shqipëria ka fituar nga perëndimi. Ne aspirojmë perëndimin. Ne aspirojmë Europën. Ne nuk aspirojmë lindjen. Ne nuk aspirojmë Ballkanin e hapur të Vučićit, i që nuk është tjetër vetëm një zgjatim i traktatit Eurazian të Rusisë. Ne aspirojmë Bashkimin Evropian të vërtetë. Ato Bashkimi Evropian që dhe Komisioni Evropian deklaroi dhe tha qartësisht që nuk ka pranime gjysmëgjel në Bashkimin Evropian. Ka pranime të bazuara mbi standardet, ka pranime të bazuara mbi principet, mbi rregullat e lojës, mbi vlerat, mbi liritë, sepse Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi këto pranime të mëdha.